Kënaç me një rrugë mirë më të mirë se sa më dal për jashtë. E duh me zemër, e duh me shpirt, që mendon e herë milion për zanat. Më jo derisa të pesi. Pas po momentin që kjo duhet më kushto diku më thashë 6.000 euro. Kjo kushton në francisht në më të lind. Çush e diti që i janë tamam që tamam. Nuk po të them ustalluj gipu, po të them metra. E mota. Po vetë bash që ka cika. Unë 20 vjet i kam provuar këtë punë. Kena çu mollë dhe në Kanadë, kena çu mollë në Amerikë, krejt Evropën, Skandinavi. Unë jam patosdhëç i Përgjakovës. Ndash thuni poqor, ndash gjithë punus, është e njëjta. Është zanati vjetë, ze vjetë, tash në zhdukje. Por ndryshe, unë punoj që 20 vjetë si poqor. Trashëgimi nuk e kam, si familje ne jemi kasap si trashëgimi. Mund ka përqy si zanat të në heret. Kom po në për Evropë, po në për Bulgari e Turqi, kom po të punu. Atëre s'ka pos TikTok-a, nuk ka pas Instagram-a për mi pa punën me argjilin. Jem detyrou vetë më shku mi pa. Më ka pëlqy, kom fillu atje. Disa lloje të kurseve të vogla. Edhe se mas 20 vjete, plot kuptimin e fjalës se një farlloj mjeshtri i vogël. Një ndërtuar shqetësia shpirtërore. Ajo që të ma gjeps. Po një farlloj terapie psiqike. I cilat nga vjen edhe nuk tërshon. Do më thonë, je i lidhën, tona herët je i lidhën për poqën, je i lidhën për baltin, je i lidhën për një punim që ti e bën me shpirt. Jo punime do shka do, ka mundësi për dalim punime të jo adekuate çfarë lëp klientela, po punimi si punim, çdo punim ka artin e vet dhe ka punën e duhur më në pranë. Deri që tash nuk kam pas nevojë me këshirë kërkon për dizajnin sepse klientët janë ata të cilët e kërkojnë dizajnin e vet. Po jo që nuk di me bo dizajnë. Në Gjakove kemi një fjerë të urë, thojmë, kur di mi bo vekshin, ja bën edhe vegen. Nuk kur e bën vazën, e bën edhe dizajnë si kite losh. Para 10 vjete, ose mos ma tepër, kur atëherë nuk e kom pas përvojën, nuk e kom pas edhe djenin që së të pësaj, ka pas shansa që më kanë njopë përësi, edhe nuk disha qysh mja nisë, e ku me dalë. Po më ka një mu i madhe zëtë, faleminderit për ki, më ka një mu shumë, edhe sot e pa edhe vetë po më të rinë qysh është. Përveç se loqit, ka dhe dekore, ka dhe art e kosto. Kjo është zanat që nuk ka ditë, deadline nuk ka. Deadline ka, po deadline është 45 ditë. Po tash unë nuk të nëvjetëm 45 ditë, për shembull dikush më thotë, 45 ditë janë shumë. Ma shpejt me mi bo, ma shpejt. Edhe unë ku pas qep mi pas 10.000, po një 1.000 shkon 9 muj me dalë në drejtë. Dhe janë do pika që s'muj mi koordinu ne, nuk muj mi odheq. Që kjo vazë, që më të ubo që tash, i merë dikon afërsesh 4 orë efektive, pa që u kryt heq. E partë, deri sa e merë zjarri atë fuqinë e vetë për bazament, do më thonë mi tjerë bazamentin, për me vazhdu, mi qitë katin tjetër, i ka kushtet e veta, nuk mund është për ndryshë më vonë mi qitë pa u tjerë baza mirë, atërë përfundon dhe të shemja, ose prishja, si kur sot për shemë 3 bona, po 2 ndurën të mirë, një në më shemë. Ajo se i fjallës, për me dalë në fjallë, du është me me gati njëzë. Në, që një rogë të mirë, ma të mirë se sa me dalë për jashtë. Ka mundi, ka tëna, po rrogat i marrin mirë. Kosova, Shqipnia, janë si më thonë të forta, po është Evropa, shumë e fortë, me shkatërtarët tonë. Jo evropianës, po mendoj Benali, po bashkëdhëtarët tonë që janë atje, ata bojnë përësi. Kena qu mollë dhe në Kanadë, kena qu mollë dhe në Amerikë, kena qu mollë në krejtë Evropën, Skandinavi, po mollë me shumicë, Evropë. Unë mënej ju vetë në thmit e mi, mënej edhe të njerës të huj milon, jo trashëgimtar, po milon usta. I zanati, për deri sa kjo zanat është në zhdukje sipër. Nuk kom qef më zhduke, duh me zemër, duh me shpirt,
Një pyetje më ka bëu, më kanë thonë që a mendon e herë mi donë të sana. Unë më jo derisa plesi. Kështu që ditë që i janë tamam që tamam. Nuk po të thëmë ustallygi, po të thëmë metra. E mota, Po vetë bash që ka që në cikër. po tash, unë 20 vjet i kam provojnë këtë punë. Normal që është krejt normale, e pranush më është mja hush me milimetra, po jo me centimetra. Atëherë, 21 ditë është procesi thorjes, e në vendin ku punohet. Jo në temperaturat të ndryshme për shkak se fillon plasfaritja apo dëmtimi i produktit. Edhe mas thorjes, fillon procesi final i pjekjes, ose pjekjes së parë, e cila quhet biskuit. Me temperaturë afërsisht 850 gradë Celsius. Ndërsa pjekja 2, e majluese, kalon prej fazës parë në fazën e dytë në temperaturë deri në 1280 gradë Celsius. Ku asnjë lloj metali si përballon. Është kaolina apo dheu i bardhë qumësht, cili është ky. Në finalizimin e kësaj, e merr ngjyrën e saj. Kupton? Kjo nuk është ngjyrë, kjo vetë balta është çështë e bardhë. E majllim, kjo pjesa 2, domethënë çak 1280 gradë Celsius që bën. Materialet janë tona shtrajta, për shembull 1 litër ngjyrë shkon deri në 55 euro kilogrami ngjyrës. Ne i marrim me litër, po them kilogram. Bolta si bolt, një bolt, domethënë një komplet bolta që vjen prej Turqisë, vjen me një çmim afërsisht 20 euro për 25 kg. Afërsisht. Ndërsa kjo e bardha është pak më shtrajt, me 1,30 cent kilogrami. Kjo është pjekja e dytë, domethënë që ka përfunduar në orën 8 njësi, në 280 gradë, ka shkatuar vesh bimi ku shkon për temperaturë deri në ftoftin e saj, në temperaturën të 50 gradë, atë hapim krejt në dekoracion. Kjo është një prej furrave të para që i punës para një vjetë. I thonë dhe natë një rëmës kështë të A janë të kushtueshme? Këta thonë momentin që kjo duhet më kushtu dikon afërsisht 6.000 euro. Shpjom. Nësa kjo kushton afërsisht 19.000. Kjo është donacion si vjetë ku marrë për i Ministrisë Zhvillimit Regional, bashkë me bashkëfinancimin tam. Ka kushtuar afërsisht 8.000 diçka. 8.700 euro të kushtë. I kësha thonë të ide. Provoni çdo gjë. Shka e mërmenja që mundi njarë, edhe kur nëse zbrapë që për mama. Gjerman të kanë një kjerë, të në diski unë, profet, kur që zikon të të.